Një debat i fortë dhe plot tension ka shpërthyer së fundmi mes treshës së njohur të shtëpisë më të famshme në vend, Big Brother VIP Kosova, duke tronditur raportin që deri më tani ishte konsideruar si një nga më të fortët brenda lojës. Klodi dhe lëndrimi janë përfshirë në një përplasje të ashpër verbale, ku akuzat dhe kundërpërgjigjet nuk kanë munguar, ndërsa situata ka marrë përmasa edhe më të mëdha me ndërhyrjen e një banoreje tjetër. Gjatë debatit, Klodi ka akuzuar drejt për drejt lëndrimin se ka keq përdorur mirësinë, besimin dhe miqësinë që ai I kishte dhënë që nga dita e parë e qëndrimit në shtëpi. Sipas tij, afrimiteti dhe mbështetja e ofruar janë shfrytëzuar për interesa personale dhe strategjike brenda lojës. Nga ana tjetër, lëndrimi ka mohuar kategorikisht këto akuza, duke theksuar se qëllimet e tij kanë qenë gjithmonë të pastra dhe se nuk ka vepruar kurrë me qëllim përfitimi apo tradhtie. Në mes të kësaj përplasjeje ka ndërhyrë edhe Eliona Binakaj, e cila ka tentuar të japë mendimin e saj mbi situatën, por kjo ka ndezur edhe më shumë nervat e Klodit. Ai u drejtua asaj me tone të ashpra dhe ironike, duke I thënë: "Mos u përziej ti, ka dole ti." Një reagim që u perceptua si I papritur dhe I ashpër nga banorët e tjerë, por edhe nga publiku. Duhet theksuar se Klodi, lëndrimi dhe Eliona që nga fillimi I këtij edicioni janë parë si të pandashëm, duke krijuar një lidhje të fortë shoqërore dhe duke u cilësuar shpesh si një treshë e unifikuar dhe e sinqertë. Ata kanë ndarë momente të shumta bashkë, kanë mbështetur njëri tjetrin në nominime dhe sfida, duke dhënë përshtypjen e një miqësie të pathyeshme. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se kjo marrëdhënie ka pësuar një krisje serioze. Tensioni mes tyre është I dukshëm, komunikimi është ftohur dhe distancimi ka filluar të vihet re gjithnjë e më shumë në përditshmërinë brenda shtëpisë. Secili prej tyre duket se tani është më I fokusuar në lojën personale, duke ndjekur strategjinë e vet për të arritur sa më larg në këtë format. Me Big Brother VIP Kosova që po shkon drejt fazës finale, presioni, lodhja emocionale dhe dëshira për të mbijetuar në lojë po nxjerrin në pa anë të reja të banorëve, duke vënë në provë edhe miqësitë më të forta. Mbetet për t'u parë nëse kjo treshë do të arrijë të rregullojë marrëdhëniet apo nëse kjo përplasje do të shënojë fundin përfundimtar të miqësisë së tyre brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.